Po e nis nga Moza. Moza, çfarë mendimi ke për dy vajzat, për dy hyrjet e reja dhe si i ke ndjerë gjatë këtyre ditëve? Mirëmbrëma edhe një herë, Arbana. Tani, unë jam nga ato persona që nuk kam dëshirë të jem e determinuar, do me thonë të kem një mendim të qartë. Më pëlqen pa përcaktueshmëria sepse më jep mundësi që raporti të zhvillohet dhe të marri drejtime dhe ridimensionime ndryshe nga perceptimi i një ngacmimi fillestar ose i një po e zbuloj pak nga pak, nuk e njoh, po Zhakun e kam pas njohur në disa bashkëpunime në vite dhe nga arti dhe kam shumë qejf që të mos gricem me Zhakun, po të ndërtoj me Zhakun. Prandaj nuk dua t'ja filloj me frezë dhe me zmerile, kupton? Aq më tepër që nga dita e parë në ditën e tretë jemi sot, ndoshta gjërat kanë shkuar për mirë, kanë evoluar për mirë dhe kemi pas bashkëpunime shumë të bukura dhe pres prapë bashkëpunime shumë të bukura, sepse për mua gjëja kryesore këtu është jo protagonizmi, edhe pse më duket kështu se sa promovimi i vlerës. Mund të ndërtoj figura vlere me këto dy vajza shumë të bukura siç kam ndërtuar me shokët e tjerë gjatë kësaj e kuptoj. Ferme. Jo protagonizëm, po egocentrizëm.